Mungesa e konsensusit mes partive politike ka lënë Kosovën pa një kryeparlamentar dhe me një institucion jo funksional. Për të 34-tën herë radhazi, Kuvendi i Kosovës dështoi të konstituohet, ashtu siç nga 1 maj edhe herën e fundit të 19 qershorit nuk pati vota të mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Propozimi për krijimin e një komisioni ad hoc për votimin e fshehtë u refuzua nga të gjitha grupet parlamentare, përveç lëvizjes vetëvendosje. Kryesuesi i seancës Avni Dehani, ashtu si në të kaluarat, e mbyllë seancën pa rezultat, duke caktuar datën e radhës për përpjekjen e 35. Lëvizja vetëvendosje ka insistuar në kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit, por në të gjitha tentimet ajo ka dështuar të zgjidhet. Opozita kërkon që lëvizja vetëvendosje të mbyshojë kandidaturën për kryeparlamentar dhe kanë fajsuar pushtetin për forcësi dhe mungesë dialogu. Ndërhyrjet e presidentes Vjosa Osmani për të zhbllokuar situatën nuk kanë sjellë asnjë marrëveshje konkrete. Megjithatë, është rënë dakord që zgjedhjet lokale të mbahen në tetor, me mundësinë që ato të shoqërohen edhe me zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Bllokave kanë nxjerrë edhe qytetarë në rrugë. Një grup protestues të martën marshuan drejt Kuvendit, duke kërkuar zgjidhje dhe fund të bllokimit institucional. Shtëpia ligjvënëse ende nuk ka zë dhe vendi mbetet në pritje të ngushtit kur edhe fillon pushimi kolektiv i Parlamentit të Kosovës.